Armenida, mirë se u ktheve në hapësirën e pasqyrës shqiptare. Mersi u gjeta Ilir. Ky është, Faleminderit. ky është takimi ynë i tretë online dhe sot, siç mësova për jush, kemi vendosur që të flasim për dy botimet më të reja, të cilat u paraqitën në panairin më të fundit të librit që u mbajt në Tiranë në nëntor. Ju lutem na flisni për këto dy botime. Në panairin e nëntorit u paraqita me dy vëllime të reja. Hieroglifet e Mallit është një përmbledhje me poezi krejtësisht të pabotuara më parë, ndërsa vëllimi tjetër, Mos ma zgjoni Dodonën, është një përmbledhje e gjithë poezive që unë kisha shkruar gjërë në atë moment, që kanë si një emërus të përbashkët atë dheun, në të gjitha tematikat, çfarë përmbledh ai, ndjenja e madhe e largësisë, patjetër, por edhe gjendja në cilën ai ndodhet, situatat e ndryshme sociale, të cilat kërkojnë një reflektim dhe një ndërgjegjësim. Dhe kisha vendosur, domethënë, që të jetë ky si një vëllim kushtuar atë dheut, po jo ai atë dheu thjesht me atë ndjenjën e patetizmit, por thjesht me atë urgjencën e brendshme, çfarë është për secilin nga na dhe çfarë ne presim apo kërkojmë apo kemi nevojë apo duhet të bëjmë për të. Nga moria e problemeve me të cilat përballet atë dhe ynë, cilin do të veçonit si më urgjentin, Uh, që kërkon zgjidhje? që kërkon zgjidhje është ndrimi i gjakut politik, transfuzion. Nëse nuk ndryshon kjo gjë, asgjë nuk do të ndryshojë. Tashmë është në një kolaps total, kanë rënë të gjitha kolonat që mbajnë shoqërinë shqiptare. Përderisa ne kemi fëmijë që 14 vjeç po na theren me thika, po na vriten, duhet të reflektojmë se po ndodh kjo. Është gjua që përdoret brenda në shtëpi, është gjua që dëgohet në media, është gjua që përdoret në shkolla, në mes moshatarëve të tyre, por edhe nga personi figurë. Pra, domethënë, ne kemi një rrëzim të shoqërisë. Këto janë raste që po na përsëriten, domethënë nga Tirana dhe gjëmi i fundit në Pogradec. Dhe pastaj mos flasim për gjëra dhe më të turpshme, për dhunime apo incest në familje, po bëhen rutinë. Gjëra që më përpara për shembull kanë qenë konsideruar si incidente shumë të rralla dhe që nuk i përkisnin botës shqiptare, tashmë atje kanë po vulgarizohen shumë, po bëhen në masë. Dhe kjo është pasqyra, pra kjo është shoqëria ku gjendet shoqëria sot. Pse ka ardhur? Përderisa ti s'ke më as kontrolle në shkolla, as kontrolle po bëhet çdo gjë për të orientuar. Duhet më shumë kontroll apo duhet më shumë edukim? Po nuk është puna e kontrollit, është puna e filtrave dhe është puna e edukimit. Por çdo gjë vjen nga lart. Nëse ti nuk ke shkolla të forta, nëse ti nuk ke ligje të forta, nëse një vrasës paguan për të dalë nga burgu, nëse një fëmijë vetëm sepse është i biri i dikujt nuk merr përgjegjësinë penale siç duhet ta marrë një fëmijë në Kanada për shembull apo në Amerikë, se është vepër penale. Ligji nuk mund të zgjedhë të mbrojë ca dhe të lëshojë ca të tjerë. Dalim te ajo pyetja, është pula apo veza e para. E thënë ndryshe, problemet tona fillojnë nga politika apo është kultura jonë e brendshme që prodhon politikanë të tillë? Unë jam shumë e sigurt që i gjithë ky shkatërrim që ka ardhur si dore politikës. Është dizenjuar që gjithë kjo media dhe çdo gjë ta çorientojë njeriu kaq keq, t'i japi dorë të lirë krimit. Unë e shikoj këtë, domethënë nga vetë eksperienca e jetuar në vitet
e tranzicionit, do flasim në 11-shin e 2-shin, nga na dolën neve tër këta qaflesh që nga smonin vajzat gjimnazeve, shkollave, u vendosën stampisët për të ruajtur shkollat, nga na dolën tër këta bubzhel. Ku ishim më përpara, se si kishim parë. Oh, ato, Kemi jetuar gjithmonë atë njëjtat lagje, ë? Jemi rritur, kemi lindur aty. Nuk i kishim parë ndonjëherë në këto individ, nga na mbin, nga na dolën. Të shtënat, mali me gropa që u mbush plot me të vrarë, u fut psikoza e terrorit, u fut psikoza e frikës, u fut psikoza e të pa qenit sigurt edhe për dalë një xhiro në bulevard Tiranës. Ajo pyetja pula apo veza e ka të përgjigjen sado që duket si një pyetje që mund të vim kështu rrotu dhe rrotu, po përderisa lajmet që ne marrim janë komplet të dirigjuara. Ti nuk ke media të lira në Shqipëri. Po, është vërtet. Aty fillon pra. Se përderisa ti s'ke media të lira, ti nuk do kesh ndërgjegjësim të njerit. Sepse, për shembull, për çdo do të votojmë, për kë do të votoj? Për çfarë do të votoj? Kush është ky individ? Kush është ky person? Kujt do t'ja jap votën? Nëse ky informacion mua më manipulohet, më çifet, më deformohet, unë nuk votoj për qeverinë e duhur. Pastaj dhe që fajin e kam unë. Okej, kam dhe unë faj, se nuk mund të bëjmë atë shmangjen totale, se vota dhe shitet, ndaç për lek, ndaç për 2 litra naftë edhe ndaç për një vend pune. Por le ta fillojmë një herë që të paktën informacioni mos jetë i deformuar. Ta fillojmë një herë që të paktën të njerëzit të mos na çorientohen nga mediat, të ketë edhe një kulturë dhe një imazh bazë, të ketë një gjuhë që para shumë është e kontrolluar, se nëse gjuha nga zyrtarët më të lartë, kodi me cilin në të flasin shkelet reshtazi dhe bëhet normë, pa e gjuhë e shkelur në televizor, pa e gjuhë e shkelur në për institucione, në për shkolla. Më falë, po si do ta edukosh fëmin ti? Mos bëj si bëj unë, po bëj si them unë. Të kthehemi te botimet. Cila është shtëpia juaj botuese, si quhet? Libri Hieroglifet e Mallit ka dalë nga shtëpia botuese Botimet Jozef, që është në Durrës, ndërsa libri Mosmazjoni Antigonën ka dalë nga Agora Press në kujdesin e profesor Emin Azemit, që ndërmori këtë projekt me shumë dëshirë dhe entuziazëm për vetë qëllimin që përçon në vetvete ai libër. Kur thoni e ndërmori këtë projekt, do të thotë që e mori përsipër ta botoj me shpenzimet e veta shtëpia. Me shpenzimet e veta, me shpenzimet e veta. Ky është rasti i parë në morinë e botimeve tuaja apo Jo, është hera e parë, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Unë po kërkoja. Kjo meriton vëmendje sepse në shumicën e rasteve autorët e rinj, jo shumë të njohur, ku besoj se dhe ju e fusni veten, meqense se nuk keni shumë vite që votoni, i përballojnë vetë shpenzimet dhe kjo që po thoni është një diçka vërtet për t'u gëzuar. Po ndaje pe cilësova që tash është ndërmarr kryesisht sepse ishte një rast i veçantë, arsyeja pse unë dëshiroja që kjo përmbledhje të realizohej, sepse unë nuk e kam bërë këtë gjë më përpara dhe nuk kam ndërmend ta bëj një përmbledhje të poezive të mia në Shqip, për lexuesin shqiptar. E para sepse mendoj që jam akoma një person në evolim, një shkrimtar në evolim, kam akoma shumë për të thënë, nuk jam në atë pikë të kthyerit mbrapsht dhe të përzgjedhurit punën më të mira. Nuk shikoj ndonjë vlerë që unë ta bëj atë personalisht tani. Ndërsa këto poezi dëshiroja të veçoheshin, sepse këto janë të shpërndarë në gjithë botimet e mia,
për qëllimin e vetëm, sepse dëshiroja që të shkoj në duar të një lexuesi që kërkon diçka të tillë. Dhe mendoj që përveç tematikës është edhe ana artistike, ana letrare, dhe mendoja që është aq më tepër një libër i vlefshëm për rinin, moshat e gjimnazit, shkollat e larta, sepse mendoj që aty duhet të rrajt çik më shumë çekani për t'i vëdësuar këta njerëz. Aq më tepër që tani mendojnë gjithë ikjen. Më tepër se sa kurrë. Këtë 5 vjeçar, të gjithë mendojnë ikjen. Është vërtet. Dhe duhet futur pak në gjak kjo ndjenja e patriotizmit, por në mënyrën e duhur, në mënyrën e reflektimit, në mënyrën të ndjerit vërtet gjallë, jo thjesht si koncept, si ide. Sepse kështu nuk lidhesh kurrë. Për jesh patriot, do të thotë të duash vendin apo të duash njerëzit? Çfarë është vendi pa njerëzit? Por jo, ka dhe dashuri për simbolet, ka dashuri mall për malet, mall për detin. Por kur vjen puna te dashuria mes njëri tjetrit, këtu shumë njerëz janë deficitarë, do të thosha. Po prandaj kjo është ajo që unë them, çfarë është vendi pa njerëzit. Mua më dhëm një Shqipëri që në 20 vitet e ardhshme do jetë për shembull se Kanadaja, në aspektin që ti nuk do kesh më një popullsi që e karakterizon. Të kthehesh pra mbrapsht koncepti çfarë është atdeo apo çfarë është kombi apo çfarë është shteti, se janë kufizime shumë të qarta. Atëherë do të kemi një Shqipëri, një shtet shqiptar me shumë kombësi të ndryshme dhe jo me një kombësi që e karakterizon atë. Dhe mua kjo gjë më dhëmb. Kjo po ndodh me shpejtësinë e fortunës në Shqipëri. Është dora e globalizmit që po e dirigjon këtë për të shkatëruar shumë kombe, shumë shtete, për të formuar thjesht bloqe, platforma superfuqish. Dhe kjo është një humbje shumë e madhe, është një humbje kulturore, sepse sa do të forta të jenë komunitetet në zhvendosje, për shembull të fuqizohet komuniteti shqiptar në Toronto, nuk do t'i përmbaj kur tërësisht ato vlera që do të përmbante në vendin ku ka jetuar për mijëra vjet, ku rrethohet totalisht nga një kulturë shqiptare. Do t'u alëm gjuhën amanet fëmijëve tanë, po gradualisht ajo gjuhë do të humbas, do të kurret në figuracione, në shprehje, për shembull, ti shpjegosh një shprehje ta zem fëmijëve, kur e dëgjojnë kështu thon ç'a po thua, duhet t'ia shpjegosh tamam nga ka dalë kjo shprehje, për shembull. Duke filluar që nga gjuha që do të kurret dhe gjë në zakone, në veshje, çdo gjë. A preken këto tema në botimet e fundit? Besoj se po. Pa tjetër, sepse gjua shkon gjithmonë atje ku dhe më dhëmbi, në një formë apo në një formë tjetër, unë i prek këto gjëra, është thjesht ai lexuesi kujdesshëm që t'i lexojnë në rreshta, sepse mua nuk më pëlqen të bërtas fort. Mua më pëlqen që t'i them gjërat në një mënyrë që lexuesi të analizoj. Po, intervistat televizive e ndjen se mund të konsumojnë? Intervistat në përgjithësi janë shumë supervajsore, më tepër flasim titulli i librit, ku gjendet, pyetje të përgjithshme, pyetje rutinë. Kështu nuk mendoj që më konsumojnë intervistat.
Unë mundohem që shmangem gjithmonë pyetje për rutinë, Mhm. por që në përgjithësi formati kështu e kërkon, domethënë që të bëni edhe pyetje rutinë. Kjo është një nga ato intervistat ku ne po dalim dhe po hym drejtën në thela, se nuk para ndodh, Mhm. se përdorim tani idioma. Nuk po merrem me shumë me atë anën e sipërfaqshme se njerëzit e dinë kush është Armenita, njerëzit që më Mhm. kanë ndjekur nga vinë sa kam shkruar, i kanë hyrë në Google, shkruajnë emrin dhe i gjenë. Ne Qartë. ndjem këtë urgency që të flisnim tamam çfarë trajtojnë këto dy libra dhe për më tepër sepse Mosmazjoni të Donën është uh, një përmbledhje e veçantë. Mos gaboj, ju kemi filmuar edhe në fillim të nëntorit në Toronto. Po. Ka qenë fillimi i nëntorit. Ka qenë data 17 tetor faktikisht. 17 tetor, po. Ne 17 kemi tetor. patur rast të bisedojmë pas promovimit. Ky është një rast i mirë, besoj, për të mësuar se si ju pritën shqiptarët e Torontos. Ishte për te pritshmërive të mia faktikisht, në mënyrën se si u prita. Jo në numra, nga komuniteti në Toronto kisha pritur më shumë njerëz prezent, por faktikisht isha informuar edhe paraprakisht që kisha zgjedhur një kohë jo fort të përshtatshme, sepse ishte muaji i kulturës shqiptare dhe komuniteti kishte shumë aktivitete, gati çdo javë kishte aktivitete dhe njerëzit për shkak dhe të agjendave tona të ngjeshura e kanë të vështirë të ndjekin çdo aktivitet. Dhe kjo më ishte bërë qartë që në fillim nga shoqata. Dhe faktikisht, domethënë kjo ishte edhe një gjë e mirë dhe një gjë që mund të plusat dhe minusat shkojnë bashkë themin ne. Për mua më vinte mirë që të vija pikërisht në atë muaj që ishte kultura shqiptare, se unë përfaqësoj kulturën shqiptare në atë që unë shkruaj. Edhe pse ky ishte një libër në anglisht, dhe duhet të përfshijë edhe kultura kanadeze, por sidoqoftë, unë si armenit përpiqem që t'i dal gjithmonë lexuese qartësisht që unë jam një autore shqiptare, pavarësisht temave të gjëra që unë trajtoj që ta gjej vetveten e tij çdo lexues në atë libër, ta gjej dhe personi nga Irani apo Siria, Ukraina, të jenë të përfshira të gjitha tematikat të shqetësimet globale në të cilat ne jetojmë, se nuk mund ta marrim veten të shkëputur nga çfarë ndodh në botë. Dhe në anën tjetër, në fund fare jemi gjithë qenie njerëzore dhe kemi emëruese në përbashkët, dashurinë, ndjenjën, si ndjehemi, karshi tërë këtyre gjërave që ndodhin. Dhe dalim ke komuniteti shqiptar, më vinte mirë që vija pikërisht në muajin e kulturës shqiptare. Ana tjetër ishte kjo që shumë njerëz ishin super të ngarkuar me tërë këto aktivitete. Vetë shoqata shqiptare mori një angazhim për të më pritur sa më mirë, kujdeset e të gjitha detajeve për promovimin tim. Pranishëm ishte edhe ambasadorja Artemisa Kustamalo dhe konsuli i Kosovës. Ambasadori kishte bërë goxha rrugë për të qenë e pranishme në aktivitetin tim, që tregon atë impenjimin e saj. Për te asaj ishte edhe që më kishte lexuar vërtet, që të dy më kishin lexuar vërtet. Libri është në Amazon dhe në Indigo për gjithë njerëzit që duan ta blejnë kudo që janë. Edhe një herë titullin anglisht si mund ta kërkojnë në Amazon ose në Indigo? Golden Armor. Golden Armor në Amazon. Në Amazon ose në Indigo.ca, besoj. Kjo ishte befasia ime që njerëzit ishin përfshirë totalisht për jo thjesht për të bërë prezencën fizike, se kjo është diferenca. Njerëz që vinë të mbështesin 100%, të marrin mesazhin tënd, të mundohen ta përçojnë mesazhin tënd, dhe njerëz që vinë sa për plotësuar numrat në sallë.
Dhe kjo ishte dhe... Çokaxhit, Çokaxhit. Po, dhe unë këtë e ndjeva dhe nga audienca. Si e ndjeve për shkak? E ndjeva sepse më kishin shkruar paraprakisht disa prej tyre, ishin të interesuar të vinin. Okay. Më kishin kërkuar libra specifik dhe njerëz që erdhën dhe lexuan poezitë mia nga salla, që e dhanë emrin paraprakisht, kam dëshirë lexoj një poezi tënde. Mënyra se si kishin zgjedhur poezitë, unë kuptova domethënë që kishin gërmuar, kishin përzgjedhur dhe kishin zgjedhur gjëra domethënë që tamam më kishin hyrë në zemër. Kjo ishte ajo që unë kuptova, këto nuk janë çokaxhi, këto kanë ardhur sepse vërtet duan të mbështesin dhe kjo ishte e bukura. Prezent ishte dhe miku jonë i përbashkët, Jimmy Agaj. Pra ishte një impenjim total për ta bërë këtë event sa më kuptim plot. Qartë. Dëshiron të shtosh diçka tjetër, Armenida, lidhur me mënyrën se si mund të bien librat në shqip të shikuesve tanë në Kanada në dorë? Si mund të nësiten librat në shqip? Shoqata në Toronto që është krijuar për panaririn e librit. Albanian Canadian Development Alternative. Po. Ata ende i kanë librat dhe të rishfaqin përsëri librat në një panair të arshëm që unë nuk e di datën se kur. Por unë her pas here kam vënë në Facebookun tim që ata mund të kontaktojnë këtë shoqat për t'i marrë librat me post. Dhe aq më tepër shqiptarët që jetojnë në Toronto e kanë më të lehtë këtë gjë sesa shqiptarët që jetojnë në qytete të tjera të Kanadas. Pastaj librat janë edhe në Shqipëri. Disa nga librat mund edhe të blihen online. Thjesht duhet të hynë edhe të kërkojnë ku gjendet ky libër dhe si mund ta marrin atë. Por siç thash, shoqata në Toronto ka Alternative Development, ka të paktën 4 apo 5 nga librat e mi. Librin Golden Armor e ka në Indigo online dhe në Amazon. Ndërsa 2 libra të ri akoma duhet të merrem vetë me to personalisht. Libri Mosmazgjoni të Donën gjendet në Prishtinë në librarinë Artini, që është pranë albanologjisë. Ndërsa për librin Hieroglifet e Mallit mund të kontaktojmë botimet Jozef në Durrës. Falenderoj shumë për kohën edhe shumë suksese edhe për vitin 2026. Faleminderit Ilir për mbështetjen që më keni dhënë ndër vitet tashmë. Kur thatë që kjo është intervista jonë e tretë, nuk e di pse kam përshtypjen që janë më tepër. Mundet, ndoshta e katërta. Ndoshta. Jam gjithmonë mirënjohëse që edhe në mungesën tuaj dërgua djalin për të ndjekur aktivitetin tim në Toronto. Pra jeni gjithmonë aty për të mbështetur. Dhe një gjë që unë doja të shtoja është kjo që duket si një gjë jo shumë e rëndësishme, duket sikur është thjesht një media tjetër, Pasqyra TV. Në tërë këto gjëra që kanë dalë tani, mënyrat e gjërave online. Por unë dua të them domethënë që personalisht e kam ndier sa punë të mirë bëni dhe sa ndihmoni, e kam ndier realisht sepse shqiptarët nga një cep i Kanadas në cepin tjetër e ndjekin Pasqyra TV-n. Dhe siç më kanë zbuluar mua ose siç më kanë parë mua ose të pam tek Pasqyra TV, dhe postimet që ju bëni, rubrikat që ju bëni, më kanë ndihmuar dhe mua personalisht në anën tjetër për të lidhur me artistë të tjerë, siç ishte rasti i fundit me Kristian dhe Eriola Gushën për të nxjerrë këngën për Krishtlindje. Dhe ishte një gjë domethënë që erdhi sekondin e fundit, unë isha në Toronto dhe nuk pata shansin t'i takoja.
Dhe pash postimin tuaj tek pasqyra TV që u bë, pra çfarë duhet të Lidhja. ndodhë që kjo është, pasqyra TV është në të vërtet një urë lidhëse mes komunitetit shqiptar dhe është një gjë shumë e vlefshme. Falenderoj shumë për fjalët e mira. Edhe një herë suksese për 2026 me sa më shumë prodhimtari cilësore. Faleminderit Elir.